Nuk kisha një diçka organizuar kundër pushtetit. Isha thjesht një shprehje ime personale, autentike, kundër përditshmërisë që përjetoja. Shaja, tallja, komplet ato që unë shikoja për ditë, në gjitha senset. Ata që një shprehje policat. O normën, o shpirtin. Kjo është dilemë. Mos realizimi i normës nuk kupton të Biruc. Kur themi për Biruc, ajo ishte një lemeri në dhete në krahasim me lemerinë e kampit. Sepse Biruca ishe një izolim ku ti ishe i zhveshur vetëm një këmish në kulmin e dimrit. Imagjino minus 20 gradë, ti vetëm një këmish tollë. Na jep një badanie në orën 9 të darkës dhe na e merrni në orën 5 të mëngjesit. Gjatë gjithë ditës do rrinim duke u hedhur për pjesë se ishte shumë ftohtë dhe po mos lëvizje ishte pa diskutim që do merrej plevitin.